Ti ke lindur si një origjinal. Mos vdis si një kopje në një botë ku gjithçka është përplot me presion për t'u përshtatur, për të imituar, për të kopjuar e për të përmbushur standarde që të tjerët i kanë vendosur për ne. Ky mesazh bëhet si një thirrje e brendshme për zgjim. Ti ke lindur si një origjinal. Mos vdis si një kopje. Çfarë do të thotë të jesh origjinal? Të jesh origjinal nuk do të thotë të jesh ndryshe vetëm për t'u dukur ndryshe. Nuk është një përpjekje për të dalë në pah me çdo kusht. Origjinaliteti është e vërteta e shpirtit tënd. Është ai zë i brendshëm që të flet kur je vetëm. Është mënyra unike se si mendon. Ndjen, vepron. Është energjia jote që askush tjetër nuk mund ta kopjojë, sado të përpiqet. Është gjurma jote e veçantë në këtë botë, por shumë herë përballë frikës nga refuzimi, nga gjykimi, nga dështimi. Njerëzit dorëzohen. Ata fillojnë të shtiren. Fillojnë të imitojnë. Fillojnë të veshin maska. Dhe pak nga pak humbasin veten, sistemi që prodhojnë kopje, shkolla na mëson të jemi si të tjerët. Na thot se ka vetëm një mënyrë të saktë për të menduar, për të zgjidhur një problem, për të qenë i suksesshëm. Mediat na bombardojnë me modele perfekte. Rrjetet sociale na tregojnë jetë të kuruara që shpesh janë më shumë iluzion se sa realitet. Dhe ne, pa e kuptuar, fillojmë të ndjekim rrugë që nuk janë tona. Fillojmë të jetojmë ëndrat e të tjerëve. Fillojmë të fshehim atë që jemi vërtet, pasojat e të qenit kopje, kur jeton si dikush tjetër, ti mohon veten. Dhe me kalimin e viteve, kjo mos respekt për origjinën tënde të brendshme, sjell boshllëk. Sjell mërzi. Sjell një ndjesi se diçka mungon edhe kur ke arritur gjithçka. Sepse suksesi pa autenticitet është veç një dështim i zbukuruar, një jetë e kaluar duke imituar, është një jetë e humbur. Shembuj të njerëzve që qëndruan origjinal, Albert Einstein ishte konsideruar nxënës i dobët në fillim, por ai nuk pranoi kurrë të mendoj si të tjerët. Mendimi i tij jashtë kornizave ndryshoi shkencën përgjithmonë. Frida Kahlo nuk i përshtatej standardeve të bukurisë, por ajo i qëndroi origjinalitetit të saj artistik dhe emocional, dhe la pas një trashëgimi që frymëzon akoma sot, Eminem. Në një industri ku ai ishte një përjashtim, qëndroi besnik ndaj stilit dhe jetës së tij. Ai nuk u përpoq të imitoj, por tregoi historinë e vet. Ata nuk ishin më të zgjuar se të tjerët, por ishin më të guximshëm, më të vërtetë, më origjinal. Pse është kaq e rëndësishme të jesh vetvetja? Sepse ti je një kombinim i papërsëritshëm i përvojave, mendimeve, ndjesive dhe ëndrave. Në gjithë historinë e njerëzimit nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë një tjetër si ti, dhe nëse ti nuk e jeton atë që je, bota humbet diçka të çmuar. Origjinaliteti yt është kontributi yt më i madh. Si të qëndrosh origjinal në një botë që të shtyn të bëhesh kopje, një veten, bëj pyetje thelbësore. Kush jam unë? Çfarë dua? Çfarë më frymëzon? Mos krahaso veten me të tjerët. Çdo krahasim është helm për autenticitetin. Ti nuk je në garë me askën, mos kërko miratim nga të gjithë, ti nuk je krijuar për t'u kuptuar nga të gjithë. Disa do të kritikojnë, por të tjerët do të ndihen të frymëzuar nga guximi yt. Bëj gabimet të tuat, më mirë të dështosh duke ndjekur zemrën tënde se sa të suksedosh në një jetë që nuk është e jotja. Shpreh veten, shkruaj, krijo, fol. Vepro sipas mënyrës tënde. Lëre botën të dëgjojë ashtu si je. Liria e madhe e jetës, të jesh vetja, të qenit vetvetja, është një akt rebelimi në një botë që do të bëjë të njëjë. Por është gjithashtu një akt i madh çlirimi. Sepse kur je vetvetja, nuk ke frikë nga gjykimi, sepse nuk po shtihesh, nuk ndihesh bosh, sepse je në përputhje me shpirtin tënd, nuk ke nevojë të bësh shumë për të qenë i veçantë, sepse je vetë i tillë, ti je një vepër arti. Ashtu si një pikturë origjinale ka më shumë vlerë se 1000 kopje të saj, edhe ti je më i vlefshëm kur je autentik. Askush nuk mund të mendoj si ti, të ndjej si ti, të krijoj si ti, mos u bëj versioni i dytë i dikujt tjetër. Bëhu versioni më i mirë i vetes. Jeta është shumë e shkurtër për të qenë dikush tjetër. Një ditë gjithçka do të mbarojë.
Dhe atëherë, ajo që do të ketë vërtet rëndësi nuk është sa pëlqime kishe, sa të pasur ishe, sa të suksesshëm të konsideronin. Por, a jetove si vetja? A ishe i vërtet? A le gjurmë tënden në këtë botë, mos vdis si një kopje, mos lejo që frika të vjedh dritën. Mos i jep askujt fuqin të ndryshoj për të keq. Mos i thuaj vetes më vonë, do të doja të kisha jetuar si unë, bëje tani. Bëje sot. Zgjoje zërin tënd. Bëje atë që vetëm ti mund ta bësh, sepse ti ke lindur si një origjinal. Dhe bota ka nevojë për më shumë si ty.